Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Gjibani në gjendje të rëndë shëndetësore përfundon në spital. Çfarë ndodhi me këngëtarin? Artisti i njohur Gjibani ka reaguar publikisht pasi është shtruar në spital. Sipas artistit, ngjarja ka ndodhur të premten më datë 13 shkurt rreth orës 15:07, ku ai pretendon se ka telefonuar urgjencën shëndetësore për të kërkuar ndihmë mjekësore në banesë. Ai shpreh se ndihma i është refuzuar nga një mjeke, të cilën e identifikon si mjekja 65, e cila sipas tij ka kërkuar të paraqitet vetë në spital. Gjibani deklaron se i ka shpjeguar që nuk dispononte pajisjet e nevojshme dhe nuk kishte mundësi fizike për të bërë këtë gjë, ndërsa shton se është paralajmëruar nga mjekja se mbajtja e aparaturës për matjen e tensionit është e detyrueshme. Ai pretendon se duke e konsideruar situatën si neglizhencë, ka ndërprerë komunikimin dhe ka kërkuar ndihmë nga menaxheri i tij, i cili e ka transportuar privatisht drejt urgjencës. Ai thekson se ka ndjerë shqetësim për faktin se, sipas tij, ju mohua shërbimi i ambulancës në një moment kur kishte nevojë për ndihmë. Në reagimin e tij, Gjibani shpjegon se ka vendosur të etiketojë ministren e shëndetësisë në komunikimin online për të pyetur nëse një situatë e tillë është normale. Ai pranon se në një postim tjetër ka përdorur gjuhë të papërshtatshme, duke theksuar se kritikat i drejtoheshin shtetit si institucion. Artisti ndau edhe detaje nga jeta e tij personale, duke treguar se është përballur me vështirësi shëndetësore që në moshë të vogël dhe se është detyruar të largohet nga Shqipëria për shkak të mungesës së infrastrukturës mjekësore për trajtimin e një dëmtimi nga fëmijëria. Ai shton se është i vetëdijshëm që shteti përfaqësohet nga punonjësit e administratës dhe shërbimeve publike.